Gjesti ka pasur një bisedë të gjatë dhe të sinqertë me Danja Kokën ku ka sqaruar situatën e tij me Egli Takon. Ai theksoi se si gjatë kësaj bisede ashtu edhe në momente të tjera Egli ka dalë keq jashtë dhe se dëshira e saj është që të hakmerret ndaj tij duke e shtyrë atë të bëjë këto veprime. Nuk i ka pëlqyer vetja jashtë se e njoh njeriun, e ka mësuar komplet. Unë ka raste që them ndonjë gjë nuk ma ndjen, të dalë si të dalë, kërkoj falje nëse më pranojnë mirë, nëse jo është okej, u shpreh ai. Mëtej gjesti gjatë bisedës shtoi, me u mundu me nxjerr poshtë me gjëra që unë t'i kam treguar dhe me ardhë me mllëf prej atje, me më thënë mua këtu të gjitha sëmundjet i kam prej teje, kur kam ndenjur unë jashtë i ke kapur faqet Rozanës, e unë me të ndalë me të thënë mos di Egli që të smuret edhe më keq e të mbaj unë përgjegjësi. Duke e përfunduar bisedën ai ka thënë, për vllajën tim nuk mbaj përgjegjësi, më gjykon mua ti e fajtor, ti kam thënë gjërat jam munduar që ta parandaloj, sjelljet e saj kanë qenë shumë të egzageruara. Shikoje tani për 9 ditë je e lënduar, më fal, por nuk kam ndjenja, e kam provuar, por nuk eci.